çmimit të biletës autobusit është edhe hajdutëri, edhe poshtërsi. Është hajdutëri sepse janë mbledh një tuf përfaqësuesish që përfaqësojnë vetëm njëri tjetrin dhe jo popullin dhe duan ta legjitimojnë, duan ta ligjërojnë, ta bëjnë të ligjshme futjen e duarve të tyre në xhepat e njerëzve të varfër. Kjo është hajdutëri të cilën duan ta bëjnë të ligjshme. Por është dhe poshtërsi. Është poshtërsi sepse një institucion shtetëror e ka shpall vendimin për rritjen e çmimit biletës si vendim i paligjshëm, sepse aty lart është një zotëri që është edhe antar i Këshillit Bashkiak, është dhe vëllai i pronarit të autobusëve transportit publik, që quhet Bardhok Osmani. Hajdutët kanë emra. Hajdutët nuk janë anonim, nuk janë njerëz të fshet me maska, janë zyrtar në për institucione. Dhe në krye të këtyre hajdutëve është Rakip Suli. Rakip Suli i cili ka arritur të bëjë diçka të jashtëzakonshme. Ti bashkoj PD-n dhe PS-n që një oligark lokal të fusë duart në xhepat e popullsisë më punëtore dhe më të varfër të Shqipërisë. Në Kamës, pjesa më e madhe e popullsisë janë punëtorë dhe janë të varfër. Dhe këta duan t'ju amarin edhe në 100 darkë më shumë, sepse duan të pasurohen më shumë. Dhe ky oligark lokal, ato para nuk i do vetëm për veten e tyre. I do dhe t'i ndaj me të tjerët. Po me kë i ndan? I ndan me PS-n, i ndan dhe me PD-n. Sepse të dyja këto palë i kanë dhënë votën për të futur duart në xhepat tonë. Dhe një gjë të fundit. Unë prej 2 vitesh jap mësim në për gjimnaze. Ajo që më shokon më shumti, ajo që më trem dhe më dhem më shumti, është se këta jo vetëm vjedhin, por shumë nxënës sot, për dallim nga 10-15 vite më parë, nuk e kam për turp të thonë se po t'isha në vendin e ti do bëja dhe unë njësoj. Kjo nuk do të thotë se ata janë hajdutë. Kjo do të thotë se këta zuzar e kanë bërë hajdutërin të mosduket e pandershme. Hajduti mbetet hajdut, i korruptuar i mbetet i korruptuar, i poshtri mbetet i poshtër. Prandaj, ju bëjmë dhe një herë thirrje që të heqin dorë nga kjo poshtërsi. Anulo vendimin! Anulo vendimin! Anulo vendimin!